Këtë formulë, këtë deklarat, këtë frazë, zyrtarët e Bashkimit Evropian e përsërisin tash 20 e sa vitin nga samiti Selaniku, do të thotë, por nuk bëjnë asgjë. Mendoj se esencial është që nëse Bashkimi Evropian sinqerisht e ka çështjen e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, esencial është të identifikohet se kush është, cila është pala që minon, që bën diverzion këtij procesi, pa e emëruar Serbinë si faktor që ndal lëvizjen e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit. Kishte më qartë zonë Kallas se sa të tjerët para saj, pra? Me këtë formulim nuk kishte më qartë. Do të thotë deri më tash ne kemi dëgjuar. Përmendi pasigurinë, pra, atje edhe ndikimin e saj në Bosnë. Aspekti i sigurisë është diçka tjetër. Aspekti i sigurisë mendoj se ka të drejtë, edhe mendoj që ka thënë në bazë të dhënave të shërbimeve sekrete. Ne shohim çfarë është duke ndodhur në Bosnjë, atje praktikisht në terren kemi fillimin e procesit të demontimit të Bosnjës, pa reagim të qoftë të Brukselit, qoftë të Washingtonit. Është demontimi i hapur i një shteti, praktikisht agresion, përgatitje për agresion, për ndarje, coptim të Bosnjës, dhe unë mendoj se këtu është nisur kur thotë që ka rrezik të ngritjes së tensioneve. Pra, ka rreziku real, nuk është i imagjinuar, rreziku real sepse Serbia është trimëruar me zhvillimet e fundit në Ukrainë. Tezat sipas cilave lufta në Ukrainë mund të përfundojë me coptim, me ndarje të Ukrainës dhe rënje të parimit kyç në marrëdhëniet ndërkombëtare të pacënueshmërisë së kufinëve është diçka që Serbia e ka pritur tash sa kohë, sepse mbi këtë precedent eventual, mbi precedentin e coptimit eventual të Ukrainës, e cila do të bëhej me 500.000 viktimave, do të thotë pas 500.000 viktimave, nëse ndodh një precedent i tillë, ai do të ishte i rrezikshëm për Ballkanin shumë dhe supozoj që Serbia pikërisht në këtë letër luan do të në kuptimin që nëse është bërë precedent në Ukrainë, pse atëherë të mos bëhet precedent edhe në Ballkan, duke bërë vizatuar hartat etnike mbi platformën e botës serbe. Dhe cila është ideja juaj, pra, Zikoci, çfarë presione duhet bëjnë ose çfarë duhet theksojnë ndërkombëtarët, pra, në këtë farë zhvillimi që po ndodh këtu? Ne kuptojmë çfarë bën Serbia, di çfarë bën Bosnia Hercegovinë, di çfarë bën tendencat që i ka në Kosovë, pra cila është çësia e partnerëve ndërkombëtar në këtë aspekt? Tani ne e dim çfarë bën Serbia, por unë mendoj që edhe Brukseli e din çfarë bën Serbia, e din edhe Washingtoni, e din edhe më mirë se ne. Mjerisht në këto 12 vite, nga viti 2011, 14 vite, nga fillimi i dialogut Kosovë-Serbi, në terren, në vepër, kemi një politikë, ashtu quajturën politikë e stabilokracisë, e cila mbështetje ka Vučićin, Beogradin, do të thotë, synohet përkthjelja e tij, lëndatimi i tij, koncesion në raport me të, në mënyrë që të ruhet një paqe brisht e rrajshme, mbi të cilën Serbia përfiton. Çfarë përfiton? Përfiton sepse fiton kohë, pret rrethana të reja, pret rrethana të volitshme për ta goditur Bosnjën edhe Kosovën. Mendoj që